E kaluara me precedent kriminal e vëllait të tretë të familjes Mamuti, dyshohet se çoi në ekzekutimin e 3 fishë të babait dhe 2 vëllezërve të tij. Pak orë pas ngjarjes së rënd, grupi hetimor i çështjes ka ravizuar skemën e ngjarjes dhe ka përforcuar motivin që çoi drejt saj. Zyrtarisht, policia e Elbasanit ka vënë në dispozicion shumën prej $50.000 për çdo informacion të saktë që do të sjellë arrestimin e autorit apo autorëve të dyshuar të ngjarjes. Hera e fundit kur për policinë shqiptare ka dalë në skenë emri 46 vjeçarit Andon Mamuti, i njohur ndryshe edhe si Skënder apo Zenel Mamuti, ka qenë ngjarja e prillit 2009, kur i dënuari për vrasje tentoi të vrasë Elton Baushin, banues në të njëjtën lagje me të. Andon Mamuti ka prej vitesh statusin e të kërkuarit ndërkombëtar në shtetin italian dhe spanjoll, ku akuzohet për kryerjen e veprave të rënda penale. Dosja e tij penale dhe krimet e të kaluarës dyshohet se çuan drejt vdekjes të atin Emin Mamuti 60 vjeç, vëllezërit Xhelal Mamuti dhe Pullum Mamuti 40 dhe 45 vjeç, si dhe bashkëtuese në këtij të fundit 43 vjeçaren Mëqosja, i cila u plagos gjatë ngjarjes dhe ka mbetur e plagosur rënd. Tragjedia në familjen Mamuti ndodhi rreth orës 6 të mëngjesit të së shtunës në lagjen Syria Dylgjeri, pranë shkollës Jorgji Dilo në Elbasan. Vrasësi dyshohet se kaluan nga muri rrethues i shtëpisë për të përfunduar planin e tyre të paramenduar për gjakmarrje.